Kthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë hapësirën e ekspertit. Kam nderin e kënaqësinë si çdo të hënë kem studio ekspertin e pensioneve zotin Kujtim Hoxha. Zoti Hoxha, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje. Do të diskutojmë sot lidhur me kërkesat për rishikim pensioni, problematikat më kryesore që hasin qytetarët, edhe ju keni sjellë disa shembuj konkret, disa raste të përgjigjeve të institucioneve ndaj qytetarëve të cilët kërkojnë rishikim pensioni. Por paraprakisht do të pyesja, duke qenë se jeni përfaqësues me shoqatën Thinjat i pensionistëve, por merreni përdit me ta edhe më mirë se ju nuk e di kush tjetër hallin e pensionistëve. Doja t'ju pyesja edhe pak për këtë pagesën e bërë nga qeveria për këngëtarin Kanye West me 4 milion euro, ndërkohë që pensionistët janë një shtresë se cila ankohet hera herës për problemet e shpeshta që ka me pensionin, edhe për problemin kryesor që ka me pensionin, që është i pamjaftueshëm për të përballuar kostot e jetesës. Për një pjesë madhe të popullsisë, 550.000 pensionistë janë nën 200.000 euro pension në muaj. Si e keni parë dhe cilat kanë qenë reagimet e pensionistëve? Në lidhje me këto argjimin që ka bërë qeveria për atë këngëtarin, prej 4.2 milion euro është eksakte ca bishët tjera, është skandal. Jo thjesht sepse ti trajton një këngëtar, qoftë edhe ky më i miri në botë, kur le pas dore pa trajtuar qytetarët vendës. Dhe kjo është me të vërtet një turp. Sepse kur në spitalet tonë mungojnë ilaçet, mungojnë medikamentet për të trajtuar qytetarët, mungojnë gjërat më të thjeshta e ty, dhe ti trajton një këngëtare përse, se këndovi, se s'këndovi e qarë ka. U tha që do të ketë zhvillim të ekonomisë edhe qytetit. Unë ndje veten si para 3 ditëve dhe sot një lloj, unë s'kam në ndryshim. Po kështu le ta shikoj çdo qytetar. Ku vajtën parata qysh tek u bën këto harxhime? Për të nxjerrë të vërtetën këtu unë mendoj që të gjithë ata që merren me këtë punë duhet të shikojnë procedurat që në ngritjen e këtij stadiumi. Sepse atje ka jo vetëm mangësi, po është pa kaluar asnjë lloj procedure në ngritjen e atij stadiumi. Faktikisht për të dhënë lejen e ndërtimit, organi kompetent në këtë rast e ka marrë përsipër kryeministria, duhet të shikte të bashkëpunot ndonjëherë me të zotën e pronës atij. Ka një akt marrëveshje me disë kush e ka këtë. E para, e dyta, duhet të kalonte procedurat e tilla që të kishe një projekt, qoftë edhe për ngrejim të përkohshme, si që pretendohet. E treta, si rregull duhet të merrte të gjitha ato lejat mjedisore. Dikush thotë që ky ka terra dhe i merr, nuk i ka marrë. Megjithëse i ka struktura, nuk ka zbatuar asnjë lloj procedure, qoftë lejë mjedisore që kur të përfundohet në ky aktivitet, ta kthejnë në gjendjen e mëparshme. Domethënë, aq sa ç'është investuar për ngritjen e këtij stadiumi, aq duhet të harxojnë edhe për prishjen e saj, pra për largimin, për kalimin në gjendjen e mëparshme. Pastaj duhet i shikojnë me radhë. Për ngritjen e saj, duhet paguante përqindjet ai qytetari që e ka ndërtuar atë që ka pronën. A janë futur parat se bendot, këto tjerët edhe mundohen ti bëjnë ato, po parat kalojnë në buxhetin e shtetit për atë ndërtimin e saj nuk janë. Pastaj të shikojmë edhe detyrimet në shtet për ngritjen e kësaj. Ai ka paguar ky zotëria që ka truallin. Pra, nëse i shikojmë të gjithë këto, do të shikojmë gjithë ato pa rregullsi, kështu që bie dhe varianti i mbrojtjes që qeveria pas ka të drejtë të përdorë fondin e kontingjencave quhet. Ato nuk janë përdorur në raste të jashtëzakonshme. Vjet u doq po thuaj se gjysma e fshatrave të Gramshit, 1 lek nuk u dha për ata. U mbytën nga ujrat tokat e fermerëve të Maliqit, po jo vetëm të fushës Maliqit, po gjithandej në për Shqipëri. S'është dhënë asnjë lek. Atëherë ti si merr guximin dhe e quhet kërka një turp që të mos mbështesim neve këtë këngëtarin që këndovi edhe që do sillte lumturinë e shqiptarëve. Njerëzit duan që të trajtohen në vendin e tyre si njerëz të barabartë në Shqipëri, pastaj të krijohet edhe mundësia që ne të kemi standardat për të vajtur në Europë. Kështu nuk vjen në Europë.
Në këtë këndvështrim, unë shikoj edhe problemet e pensionistëve, sepse kur ti ke 550.000 pensioniste në 190.000 lek dhe pretendojnë që ke standarta dhe meresh me këngëtarët, ti po meresh me punën tënde. Veç kësaj, do të shikojmë një qikë që cilat janë shkaqet që 70% e pensioneve janë me probleme në Shqipëri. Ka një administratë shtetërore që quhet Instituti i Sigurimeve Shoqërore të shtrirur me drejtoritë rajonale në për qarqe. Çfarë bëjnë ata? Shiko, nuk zgjidhin asnjë problem. Në ligjin e sigurimeve shoqërore për paqartësitë, për pasaktësinë e administratës në llogaritje dhe problemeve tjera që kërkojnë sqarime punojësit, del që ata s'merren fare me këtë punë. Në 86 ligjit të sigurimeve shoqërore parashikon që qytetari ka drejtë të ankimohet në degën e përfitime. Unë kam një rast këtu, po e demonstroj kështu pa emër, nëse televizori ka mundësi ta nxjerrë këtë, mirë është ta nxjerrë, sepse çfarë thot kjo? Po si kjo ka unë... Kjo është kërkesë për rishikim pensioni. Jo, kjo është përgjigja që i ka kthyer administrata e sigurimeve shoqërore të Dibrës, një qytetari i cili ka paqartësi në lidhje me masën e pensionit. Dhe vërtet ai ka mjaft probleme atje. Ka mjaft probleme. Shko si i kthejmë përgjigje këtu. Është detyrim ligjor. Neni 86 thotë që duhet t'i shkoj degës përfitime dhe t'i kthejnë përgjigje këta, pastaj të ketë drejtë të ankimohet në Komisionin Rajonal dhe në Komisionin Qendror. Këtu, në përfundim, duke i bërë këtë rezumen që ke bërë një kërkesë ti zoti X, ju thotë, ju kujtojmë dhe ju vëmë në dieni se dosja e tuaj është kontrolluar dhe certifikuar nga ISSH-ja. Çdo më thënë kjo. Kjo është hiç asgjë. Një punonjës i papërgjegjshëm ose qoftë edhe me një gabim njerëzor, ka certifikuar, ka hedhur firmën këtu, po nuk do të thotë që është i saktë ai pension. Këta do të marrin përgjegjësinë, të ndeshen edhe me certifikimin dhe të tregojnë se kush ka të drejtë. Po qytetari nuk do t'ja di fare se kush i ka hedhur një firmë atje, e drejtori rajonal, e një punonjës i papërgjegjshëm se një tjetër. Që të qartësohet, bile të krijohet mundësia për të kaluar në gjithë shkallët e ankimimit për të shkuar deri në gjyq. Këto janë probleme komplekse. Unë kam një nga Vlora, i cili ka aplikuar për rishikim pensioni, dhe çuditërisht i kanë kthyer përgjigje të tillë. Thotë, e leja 45 ditë, që ka afatet dhe në fund fare i thotë... Se zakonisht e lënë afat përfundimtar, kërkimin e përgjigjes. Nuk i kthejnë para kohë. I thotë qytetarit, bëj edhe njerë, thotë, priti 45 ditë, bëj njerë se mua nuk në shfaqet në kjo djella këtu, nuk po dalin ato të dhenat. Ndërkohë, aji e ka marrë sinjalin, e ka marrë edhe me shkresë, edhe me në përmjet e Albanjes. Po këtu të shikojnë defektet që ka edhe sistemi e Albanjes, sepse në momentin që sistemi i Albanjes nuk funksionon, çfarë bëhet? Qytetarët të rinë presin, sepse nuk kanë asnjë mundësi, asnjë alternativë për të shfaqur edhe për të kërkuar të drejtën e tyre. Dhe kështu dosjet vinë vërdall, qytetarët nuk zgjidhin problemet dhe shiko, unë dua të bëj në këtë emision një indicje. I drejtojmë SPAK-ut që të marrë shkak nga kjo fenomen që do të deklaroj tani. Këtu është vërtetimi i një qytetari, po jo vetëm, se kam kontrolluar në mënyrë të vazhdueshme këto 10 ditë, çfarë bëjnë këta? Për të treguar imazhin e këtyre ministrave, duke futur që këtu këtë Ibrahimin, duke futur këtë Goxhe, që i duken njerëzit, i duken si fundërina, ku dion, i duken si jo njerëz normal, i duken budallej, kështu i etiketovi, jo Mario, nuk janë budallej. I kuptojnë këto gjëra dhe juve për të treguar dhe për të krijuar imazhin që këta marrin pensionet larta, futni në masën e pensionit edhe bonusin atë 50.000 lekë në muajt korrike, futni këtu. Shikojni këtu. Dhe Astrid Hadua mban përgjegjësi ligjore për këtë, sepse sistemin e kësaj e drejton ai.
çfarë ka kjo? Kjo është falsitet. Është falsifikim i dokumentit shtetëror, sepse me këtë ai mund të verë kudo. Dhe nuk tregon realisht atë masën e pensionit. Thjesht tregon një imazh të gabuar që pensionistët tek ne marrin një pension më të lartë. I rrit fiktivisht këtu. Le të shikoj. Nëse një qytetar futet në të dhënat e vet dhe kërkon të nxjerrë vërtetim, bile thuhet atje, pse thuhet kështu? E vura re unë, kjo është shumë e rëndësishme. E vura re thot, vërtetimi duhet për brenda vendit apo për jashtë. Kur thuhet për brenda vendit, a jep këshuaj. Kur thot për jashtë shtetit, shtrëngohet dhe mundohet ta jap korrekt. Jep shifër tjetër pra. Jep 2 shifra. Çdo qytetar ka dy vërtetime. Një për brenda vendit për t'i treguar imazhin që neve kemi pensionet larta dhe një pastaja për të mbajtur përgjegjësinë me Europën duke i dhënë realitetin e tij. Është skandal. Nuk kam ngejon për të marrë me spaku. Nëse spaku merret me këto gjëra dhe kërkon të nxjerrë të vërtetën për funksionimin e administratës shtetërore, jam i gati të jap deklarata dhe të paraqitem aty me indicie. Kështu që problemet të këtij lloji janë aq të mëdha sa nuk u di nëse ka interes ose jo që televizorët nga më të ndryshëm të vema të shikojnë në dyert e gjykatave, si janë gjykata. Plot ma janë të ndendura kaq shumë sa s'ke ku hyn aty. Nuk të thuash që janë në radhën e qumshit si që moti, është pak. Atje s'ka ku rinë, një pjesë rinë në obor, dhe kur ti thresin pastaj me atë të parlant, futen për të zhvilluar gjyqin. E keqja është se këta jo vetëm që shtohen, po edhe afati për zgjidhjen e problemeve shtohet. Sepse gjyqtarët janë të kufizuar në numër, po edhe për shkaqe të problemeve që ka atje, vinë vërdallë qytetarët dhe nuk zgjidhin problem. Këtë të shikoj ai. Ky është turpi i qeverisë Rama dhe këtyre ministrave të vetë, siç është ky Gonxha. Turpi dynjas. Një mish me 2 sy atje që nuk e di përse është atje. Ai mund të bëjë shumë mirë rolin e sillos, po jo të merret me financat publike dhe me trajtimin e pensioneve. Është turp vërtet, turp i dynjas është. Këto e them, jo thjesht i ndinjuar se janë probleme që unë i jas vazhdimisht dhe shikoj që janë në shtimin e tyre probleme, jo në paksi. Po, përse i përket gjyqeve, duke qenë se i përmendet, ka të njëjtat afate pavarësisht moshës edhe kohës që nuk pret për përfitimin e pensionit për personat që janë në gjyqe? Këto nuk kanë asnjë afat. Pavarësisht se gjykata administrative u ndërtua për të zgjidhur problemet administrative në një kohë më të shkurtër, kjo ishte edhe shkaku i ndërtimit të gjykatës administrative në vitin 2012, por për çudi afatet e zgjidhjes së probleme edhe në gjykatën administrative, po thuaj se janë një lloj me atë gjykatën tjetër. Duhet të shkrihen atë, pse shtohen ato numrat. I apelojnë vendimet gjithmonë administrata, e ka pranë praktik që t'i apeloj vendimet, nuk zbatohen vendimet me ato vene, bile kam një rast edhe për pensionistët. Po, kam një rast unë po e them edhe kështu me pa teklif në kuptimin e kësaj, se u bëra si i thashën duhet të marrësh rrogë këtu në mua, pse vjen për ditë. Ai vazhdoi 9 vjet e gjysmë në përgjyqje. Vajti në shkallën e parë, e fitovi. Vajti në apel, e fitovi. Apeli. Bile në gjykatë e lartë e kthevi për rigjykim, e kthevi në shkallën e parë. E fitovi në shkallën e parë dhe nuk deshte ta zbatonte administrata e këti Fotion Ferkos. Fotion Ferko, një mish me 2 sy, po themon prapë atje në po duhet t'i tuam, kur nuk realizon do të detyrën atje, o duhet ta lerë, o duhet të përgjigje. Le të dalë me mua, kushdo që t'jetë nga këta, t'ja them, qëndrojnë kështu apo mos ja fut kotun xhamin. Po nuk ka kuptim, ti thot, ti kërkoj gjykatës pasaj, unë këtë gjithë procesin e kam ndjekur, thot, por në kohën finale, ajo juristja që kisha që të mere me këtë punë ishe me lejtë zakonshme, prandaj kërkoj prapë këtë të verë në gjykatë. Po ka gjë më e çuan prapë në gjykatë? Po prapë në gjykatë janë letrat. Ti sjell radhës tjetër unë ti shikosh tash. Pas kësaj që është e detyrueshme gjykata
e apelit, ku shprehet, është e detyrueshme që administrata ta zbatoj. Pastaj le të filloj të shprehet edhe të kërkoj për gjukatat e tjera, qoftë në gjukatën e lartë, se ka qenë një në gjukatën e lartë, e shpje këtu, ta shpje prapë në gjukatën e lartë. E kupton që këtu ka mbaruar gjë gjatë. Ky është edhe shkaku që qytetarët në mënyrë masive mblidhen atje në shesh. E rëndësishme është që ai numër qofti vogël ose i madh siç pretendojnë këta që shikojnë kështu me satelit që fillon në mes të ditës, shikojnë sa janë grumbulluar. Kur protesta fillon orën 8, del shikoj, numëroj zoti Rama, numëroj turistët si të kanë ardhur nga gjithë bota këtu, edhe numëroj si turistë këtu për të rritur ato të ardhurat. Nuk e shikojnë si fenomen, si një problem që këta janë grumbulluar këtu se janë të pakënaqur, ma nuk zgjidh asgjë me këto, nuk zgjidh asnjë problem. Të vesh trokasesh në një zyrë shtetërore, nuk zgjidh problem. Atëherë çfarë duhet bëjnë qytetarët? Kjo është minimalja, secili kundërshton sipas mënyrës së vet. Duhet zbatuar ato rregullat e demokracisë, të protestës, që të jenë të padhunshme, të jenë paqësore, po kur së dëgjon administrata dhe shteti, çfarë duhet bëjë pastaj? E nuk zbaton rregullat elementare të demokracisë vetë. Qytetari duhet të nënshtrohet këtij fati që i ka rënë, apo duhet ta kundërshtojmë me mitet tjera? Kështu shtrohet pyetjet. Shumë faleminderit për gjitha sqarimet. Zoti Hoxha, do të presim disa telefonata, i lëm një hapësirë 5 minuta 6 minuta qytetarëve për të pyetur lidhur me pyetje për pensionin që mund të kenë. Numrin e telefonit e keni të afishuar në ekran, prej këtij momenti e keni të hapur. Presim telefonatën e parë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje, një javë mbar. Faleminderit gjithashtu. Kam kohë që marr në telefon, atëherë me zotërin, kam një breng në shpirt, sepse dola në pension 2017, më nxorën një pension si punëtore, kur unë kam qenë përgjegjëse turni, kam qenë një specialiste me kategorinë e 6, dhe nuk shkoja në kohëm, nuk më pranuam, e hef në gjukatën e Vlorës e fitoj, përsëri se pranoj Fieri, e hef në gjukatën e lartë administrative e fitoj dhe atje përsëri, por ma nxjerrin si një teknologe e thjesht pensionin, se është ajo fjala që tha zotëria, e din si budallej popullin, po ne dim, përderisa kemi drejtuar, diçka dim. Edhe atëhere më doli pensioni që shërak, një pensioni shtridhur të them kështu, atëhere unë i bëj një kërkesë përsëri Fierit, sigurimeve shoqërore të Fierit. Edhe nuk më kthyen përgjigje. I thash, nuk jam dakord me këtë pension, sepse nuk kam qenë thjesht teknologe, por kam qenë specialiste dhe po deshët për ta verifikuar, shikoni pagat nga e lunda. Atëhere nuk më kthyen përgjigje, unë si duhet veproj. Atëherë në rastin tuaj, kur ju keni dalë në pension në vitin 2017, i bje që ti një datë lindjes afërsisht, po them, mund të gabojnë me një vit, 1958. 58. Dhe për këtë shkak juve ju janë nevojitur, keni dalë në pension në moshën 66 muaj. Dhe ju janë nevojitur në atë kohë 36 vjetë punë. Për të marrë pension të plot. Kur unë kisha 32 vjetë punë, 32, se kisha të plot. Kjo del pension e pjeshëm, po llogaritja e pensionit duhet bëhet korrekt edhe sipas vendimit gjykatës, kur ju keni fituar atë gjyqin me sigurimet shoqërore dhe keni kërkuar që të trajtoni si specialiste në fushën tuaj, duhet të vlerësohet kjo nga ata që janë marrë me llogaritjen e pensionit tuaj në Fier, në mënyrë që juve të merrni pensionin tuaj, sepse nuk ka kuptim që të kesh kaluar këto hapa të gjykimit dhe sigurimet shoqërore, pra specialistët ose drejtoria rajonale e Fierit të mbajtë një qëndrim. Pra duhet të zbatoj vendimin e gjykatës, është e detyruar. Ajo mund të luftoj deri në atë moment sa është në proces gjyqësor, kur gjykata shpreh, administrata duhet ta zbatoj vendimin.
duhet të zbatoj vendimin. Fakti që nuk e zbaton, unë nuk e di nëse e ke zbatuar vendimin e gjykatës me në një përmbarues ose ja ke lënë në dorë, si thua, sigurime shoqërore për të bërë vetë ajo me iniciativë, po sido që tjetë, nëse ju jeni e paqartë dhe nuk jeni dakord me atë llogaritje ose atë qëndrim që mban sigurimet shoqërore, mund t'i drejtojnë nëse si jeni drejtuar në një përmbaruesi, që ta zbatoj me mjetet tjera parashikuar nga ligji për përmbaruesin gjyqësor. Dhe se s'ka kuptim të njëjtin gjatë, juve pasi e keni fituar të bëni prap kërkesë që ata të ndryshojnë mendimin. Të rikthesh ekzekutimit. Ekzekutimin duhet verë pikrisht në një përmbarues të zbatojë, ose nëse vendimi i gjykatës është zbatuar nga përmbaruesi, ti thjesht do bësh kërkesë për ta rishqyrtuar mbi bazën e vendimit të gjykatës, jo për të bërë kërkesë për rishqyrtim, se ajo ka mbaruar. Faleminderit zotëri për telefonatën. Faleminderit Faleminderit zonjës për telefonatën. Faleminderit zoti Hoxha për përgjigjen. Presim ti tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po zotëri. Ja. Urdhra. Unë jam nga Peshkopia dhe ngjova vëmendje atë zotrin që foli. Po. Atje nga 2013 jam një verbër, nga 2013 kam konstatuar që partitë nxirrin në pension për çdo fshat nga 5 a 6 invalid. Në flas për Peshkopin. Po? Po, tashi, unë si verbër çuditën se thot ky s'kemi lek. Lek për të ndërtu gjithë të betone paska. Ndërsa, për neve nuk paska lek. Tashi, themun këtë. Në verbërin, grupi 2 për zotrin, të papat muslimen sqaru, sa është masa pa indeksin. I verbër grupi 2, sa është masa, nuk e sqarojnë ata të Peshkopis, kaq na ka ardhur dhe kaq na ka ashtu. Atëre rasti tuaj për trajtimin e një pjestarit familje Qarekini të grupit 2 të verbër. Ishte vetë. Jam vetë, zotri. Qoftë edhe vetë, kjo nga dokumentat mjekësor pra jepet okej, njerë nga Komisioni Mjekësor që ju keni fituar. Me falë të lutëm. Keni fituar statusin. Po ka një problem. Këta kur bëjnë ngritjen këta 2-3 muaj të Peshkopis gjithmonë, do më thënë qarku, gjithmonë këta i ngrenë me vonesë pension. Ti ke vetëm për indeksimin po thua, vetëm për indeksimin po pyet tani. Ka tjetër gjë, po duhet të dëgjoj që të shpreh mjeruna do ta kuptosh se të mora vesh ku ke problemin. Zotëria, duke fituar atë statusin e të verbrit, vetë komisionohet njerë në vit ose njerë në 3 vjet e kanë ato, varet si e ka lënë komisioni, dhe në momentin që dosja vete për tu komisionuar, u mbasën nga 2 muaj, thot ky, koha e komisionimit, deri në daljen e vendimit, nga komisioni mjekoligjor kalon 2 deri në 3 muaj që qytetarit i mundohet dhe ja u mbasin ato 2 muaj, ose 3 muaj, ose 1 muaj. Për këta e thoshte e kishte shqetësim. Ndërsa për sa i përket indeksimeve, këto të drejta të invalidit që janë fituar njerë më përpara, me atë mas pensioni që fiton mbi bazën e kontributeve, kur ke kontributeve, dhe mbi bazën e një pensioni të përcaktuar nga kujdesi social, nga shërbimi social, e i merë një pension në Tirana është afërsisht 130.000 lekë, ndërsa në rrethet e tjera kështë e përcaktuar, dhe sa erë bëhet indeksimi pensioneve, merë indeksimin edhe kjo mas pensioni. Pra nëse ka filluar para 5 vjetëve, sa erë ka marë indeksimet e invaliditetit, merë edhe zotëria të invaliditetit. Tashi, këtu që është e shtrohet, ajo është e mjaftueshme ajo, kjo masë që është përcaktuar për këta invalidit. Unë do të thosha që në përgjithësi të gjithë invalidët, duke futur aq më tepër edhe invalidët që janë të verbër, marrin një pension që sharak që nuk përballon dot jetën zotëria me atë
shpërblim që jep qeveria me atë përfitimin. Shumë faleminderit zoti Hoxha, duhet ta mbyllim. Shumë faleminderit për gjitha sqarimet edhe për rastet që sot dhe faleminderit për kontributin e vazhdueshëm që për pensionistët shqiptarë. Ne do të shkëputim për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak.